filluar diskutimi, erdhëm për të folur për body shaming, për një, le të themi, mund ta quajmë deri diku një problematike cila viteve të fundit tashmë është përhapur. Kudo vjen vera, shumë vajza apo edhe djem e vuajnë paksa, le të themi, atë problematikën që kanë me peshën e tyre trupore, me ndryshimet që mund kanë pësuar, me faktin që nuk ja dolën dot që edhe këtë verë të bëjnë një trup të bukur. Si ja dolën me thënë drejtë. Dhe kur shkojnë në plazh, kur shikojnë këto trupat e bukur, automatikisht demoralizohen hati. Ama vitin tjetër? Po, kjo është rrezikë që i bëjmë çdo vit vetes. Po, sa ndikon kjo në gjendjen tonë emocionale, në gjendjen tonë psikologjike, kur shikojmë këto trupat e bukur që janë servitur për gjatë verës, kur shikojmë her pas here ose dëgjojmë rreth rrotull komentet që na bëhen për trupin apo le të themi deri diku dhe bullizimet, gjë që ndikon realisht dashje pa dashje tek ne, edhe pse mbas e themi që nuk na prekin, por jo, ato na prekin. Do diskutojmë gjëra gjatë me të ftuarit tanë në studio, Erik Birko, trajner personal. Mirëmëngjes, kemi Argita Kala, e cila është marketere menaxhere eventesh, do të kemi Skype. Gjithashtu edhe Oneda Leka, blogera, është në plazh në këtë momente me pushime. Mirëmëngjes, Oneda. Zili kemi, mirëmëngjes. Do kemi shumë zili, se ne si kemi nisë ende pushimet. Jo, jam kurioze nëse e vazhdon palestrën edhe gjatë pushimeve. Po, e di qa më tha. Do zgjohem herët ta që të bëj palestër dhe të futem direkt në Skype me ju. Mos. Po. Onet? Madje kisha haruar dhe atletët sot dhe kam bërë vetëm me çorape, me shapka kam ikur. Ja një njeri që nuk gjen asnjë justifikime për teksti për ta lënë palestrën sot. Bravo, Oneda. Jo, po të imagjinosh që Oneda ka trupin e verës dhe sërish përpiqet ta mbaj. Po ne të tjerët Erik që nuk e kemi. Dhe ne themi që gjatë gjithë kohës kur fillon ky sezoni para plazhit, sa fillon pranvera dhe fillojnë veshim rroba më të lehta, aty e kuptojmë që duhet bëjmë trupin e verës. Mund të jetë edhe një muaj para plazhit, kur është ajo dyndja në për palestra. Ca e arrin të dobësojnë ca kilogram qofte edhe një muaj, 2 muaj, të tjerë nuk arrin. Do të marrin përsipër edhe këto komente negative pastaj që mund të vinë. Ti, nga eksperienca jote, në momentin e parë që vinë në palestër njerëzit, goca, djemt, vinë pak të prekur, pak të intimiduar për peshën e tyre, qoftë nga rrobat që veshin për të bërë stërvitjen, pra si është sheti? Vetbesimi është goxha i ulët, kur vinë, sidomos gocat mbi peshë, se me djemt nuk e kanë aq problem, do të thënë në këmbëtepër kanë problem të duken bukur për verën. Do të thënë, e konceptoj që meshkujt më tepër kanë me veten se sa gocat. Gocat se kanë një feedback më negativ në shoqëri. Se u intimidohen tani nga tjetra? Kam kuptuar që është një si lloj rivaliteti midis gocave. Edhe ndonjëherë vinë me idenë që dua ta rregulloj trupin për veten, por pastaj përfundojnë ta rregullojnë që mos më gjykojnë të tjerët. Edhe kjo është e trisht, sidomos në moshë më të vogla. Gratë që kanë kaluar një farë moshë, do të them 35-40, ato pastaj kanë të vetja. Pra ndahet në 2 grupe. Grupet më të reja e kanë më tepër me rrethin, më të mëdhat e kanë me vetën. Për të tjerët. E di qa kam të gjuar, Erik, që më bën shumë përshtypje tek vajzat që janë pak mbi peshë dhe dikush i sugjeron që të shkojnë në palestër me takt ose pa takt. Thonë gjatë gjithë kohës që unë nuk shkoj në palestër sa atje ka goca shumë bukura. Ku do shkoj unë shumë palestër, unë jam shëndosh, do dukem shumë keq atje para gocave të bukura me trup që stërviten. Imagjino të jetë kompleksi deri këtu. Ai kompleks ndodh se zakonisht nëse nuk e punuar instruktor nuk e kupton, por ti mund të shohësh situata që dikush stërvitet edhe e shohin. Edhe ai shikimi i ty të bezdis. Po unë shumë herë kam thënë që ti kur shkon në palestër, kur bën çfarë lloj sporti, fokuso te vetja, të performon sa më mirë, të bësh ushtrime siç duhen, mos të dëmtohesh, edhe të tjerët syt i kanë për ty pa, do të shohin, do të gjykojnë, ti nuk e kontrollon dot atë gjë. Pra në momentin që ti nuk e kontrollon mbi gjë, vetëm gjë që ti ke kontroll është mbi veten. Fokuso aty dhe objektivës do ja dalësh, se personalisht kam qenë një person 20 vjeç, 68-69 kg, 1.90 atëherë. Edhe kam qenë shumë i dobët, edhe dija që më gjykonin, por kisha një vetbesim sepse thosha, okay, do ndryshoj në moment, edhe faktikisht ndryshova, tani peshoj 93. Po, kur ja vendosi qëllim vetes, mund të dalë këtu, tani që jam peshoj 93, thonë që ti si trajner do të ish akoma dhe më i fryr. Pra, gjithmonë nuk je janë në kërkim të perfeksionit që nuk ekziston, mendoj. Edhe kam rënë në një pikë që them jam okay me veten time, jam i shëndetshëm.
Po shumë thonë dhe mua. Na duke neve, po Argit është edhe pak çështje e moshës, se kur je më e re, sikur i përton gjërat më shumë, vjen një pikë pastaj që thua e di ç'ke, leje se jam rehat, mjafton kem shëndetin. Është totalisht çështje e moshë, më beso. Kur kam qenë më e vogël, isha gjatë gjithë kohës. Jo, po s'po e vesh këtë se s'duke mirë, jo, po ç'a do më thonë, jo, po futum palestër, jo, po tani. Tani të e safari, qa thonë njerëzit. Ka rastisur Gita që do ta thonë njerëzit në basë si në një mënyrë deri diku larg, që me dëme. Jo, më zëmë më ka rastisur që të ma thojnë copë. Ta kanë thënë dhe në sy? Po, në sy. Kam patur gjithmonë në ato komentet, uar, Gita, si kur ti t'ishe me dopët e disa e bukur do ishe, dhe unë që jam shumë e bukur dhe tani. Ata e mendojnë si komplimente që kjo është më bukur, ata që ta thonë, do thonë si Po, komplimente. dhe ti e, pse ka që shumëtuar duken, pasaj jam, po më falë, unë dijem shumë me veten time, okej, me vërtet nuk jam në peshën ideale, por a më pëlqen vetja, mjafton, a jam shëndetshëm, mjafton. Pa ka pas një pikë më herët që ndoshta të kam prekur kur ke qenë Më kam prekur. Unë kam qenë në palestër, kam qenë gati 3 vite palestër, kam qenë në peshën time ideale, healthy, okej, se ndodhën pasaj këto ndryshimet e moshës, sëmundje, bla bla bla. Po, kam qenë në palestër sepse, dhe kam qenë në palestër jo për veten time, kam qenë palestër prej njerëzve. Po, se duhet ishe në Sepse unë duhet të isha, si që thoni njerëzit, aq më tepër kur ti je në sy të publikut, që gjykohesh për absolutisht çdo gjë, dhe pesha është ajo pjesa kryesore ku të sulmojnë, tani kam fituar imunitet, por më parë më vriste. Presioni vinte nga familjarët apo nga rreti Presioni shoqëror? ka ardhur nga të huaj? gjithë, absolutisht. Duke filluar që në familje, por në familje është çik më zbutur, se të vjen kështu. kështu. Deri diku edhe për shëndetin tonë, nuk e thon Vjen vetëm. pas e pak më e zbutur, se edhe nuk i ke rob të shtëpisë, si më thonë, nuk si avesh shumë veshën për këtë. Por të vjen nga shoqëria, të vjen nga njerëz që ti as nuk i njeh, të vjen mesazhe në Instagram. A të ka penalizuar ndonjëherë Gita me ndonjë gjë? Me ndonjë punë, diçka? Pesha? Jo. Nuk Asnjëherë. ka ndikuar asnjëherë. Pra, le të me pamja fizike, jo vetëm. Jo, asnjëherë. Se në punën që unë bëj, jam mjaftueshë me kualifikuar për atë çka bëj. Kupton? Nuk se ka ndikuar Kështu që nuk më ka ndikuar ndonjëherë pjesa e peshës. Kalojmë pak të Oneda. Do kalojmë pak të Oneda, sepse Oneda deri diku e ka edhe më të freskët të gjithë transformimin e saj, le të themi, sigurisht transformimi i saj erdhi për shkak se ajo kaloi periudhën e shtatzanisë, si çdo mami sigurisht do shtoj pesh, por Oneda gjeti forcën dhe vullnetin për të transformuar tërësisht trupin e saj dhe sot nuk ka lidhje me atë që ka qenë le të themi para 2 vitesh. Apo jo Oneda? Një ndryshim që erdhi le të themi gradualisht, por ti e kishe forcën për ta bërë këtë gjën. Po, për ata që nuk e njohin historinë time, unë kam marrë 40 kg, plot 40 kg në shtatzani. Normalisht komentet kanë qenë të shumta të tipit që kujdes me ushqimin, kujdes se po merr shumë kile, do jetë e vështirë për ty, do jetë e vështirë për të lindur bebin. Po ama unë nuk është se u avija veshin shumë, i dëgjoja shumë këto komente, sepse e nija veten time, se duke qenë se para shtatzanisë unë kam qenë e dobët, bëja një healthy lifestyle, nija veten dhe e dija që këto kile unë kam për t'i rëzuar, kam për t'i hequr, si që ashtu rezultoj, por edhe pasi linda që isha plot 90 kg, pasi linda gocën, unë vetëm 3 muajt e parë, sepse 3 muajt e parë nuk arrita të bëja palestër, hoqa 15 kg dhe kur kam nisur palestrin isha 80. Të komentet nuk kanë qenë të drejtë për drejta, por që energjia ime ishte e fokusuar tek objektivi im që doja të realizoja dhe mendoj që kur e ketë gjithë energjinë aty, nuk ka vend për të dëgjuar Sa ka ndryshuar niveli yt i vetëvlerësimit në momentin që shtove këto kilograme dhe trupi yt ndryshoi. Marr parasysh këtu edhe periudhën postpartumit ku emocionet janë shumë herë më të rënda, më të rënduara, gjendja psikologjike. Pra, sa ndryshoi vetëvlerësimi jot në radhë të parë, po edhe vlerësimi i njerëzve të tjerëve ndaj teje, se zakonisht thonë që nuk është njësoj, nuk të trajtojnë njësoj në momentin që je një vajzë e bukur me standardet e bukurisë që pranon shoqëria dhe nuk të trajtojnë njësoj, të trajtojnë ndryshe në momentin që je një vajzë e kolme. Ke pasur ti të tilla diferencime? Absolutisht jo. Le të them që kam qenë me fat se kam pasur rrethin tim shoqëror dhe familjar shumë mbështetës, më kam mbështetur shumë. Prandaj dhe ka qenë një arsye më shumë që edhe kam arritur qëllimit, madje akoma më shpejt se ç'mund ta prisja, mund ta imagjinoja se ato kilet i kam rrëzuar vetëm për
7-8 muaj, por që normalisht kanë qenë dhe ato frikrat ose ato mendimet me veten time që i bëja për brenda që ato t'i heq, pavarësisht se këtej thoja që i njoh veten time, e di që do i heq, ka doja dal, po prapë kisha ato pikpyetje në mendje që mos se duke qenë se do lindë një fëmijë varet se si do jenë rrethanat, kupton? Por që fatmirësisht më ka shkuar çdo gjë mirë. Verës që kalojnë, çfarë faze ke qenë? Ke qenë ende në ato pikun, le të themi, ende me peshën e shtatzanisë apo ishe formuar? Pra për të bërë edhe një krahasim të verës tani me verën që lampas dhe si e ndjerë ti me trupin tënd kur ke dalë në plazh. Vjetë në verë kam qenë 47 kg. Kam qenë thjesht një njeri dobët, skini, sepse, po, kam qenë e dobët, thjesht do më thonë duke që, sepse kishin ngelur dhe defekte të tipit ujrat akoma në trup, lëkura, që si shte rigeneruar akoma, tani kanë kaluar 2 vjetë dhe normalisht më është reguluar goxha, por që thjesht duke isha një person i dobët, që kishte rezuar disa kile, ishte dobësuar, kishte humbur kile, ndërsa tani këtë verë jam akoma më mirë, se kam shtuar shumë masë muskulare. Pra edhe pse ishe dobët ti prapë e ndjeje deri diku një lloj. Jo vetë besimit ullët, po e shihje veten që nuk isha aty ku duhesh edhe gjë që deri diku do s'do të bëm pak ta vuash brenda për brenda. Jo, unë isha aty ku doja të isha. Okej, jo, nga që ti isha shumë e dobët, po kisha këto problematikat e tjera. Jo, isha e dobët, do të thjesht isha e dobët, duke që isha një person skinny që duke që nuk duke që merresha me palesë, por thjesht isha dobësuar, kisha hequr disa kile. Pra deri këtu ke qenë aty ku doje të ishe. Erik, ndalemi pak edhe te kjo, sepse me këtë që më tha Oneda, më kujtua pak, shoh shumë herë video dhe të vajzave që bëjnë këtë diferencën e të qenurit e dobët, por të qenurit e dobët dhe me forma trupore pa me masë muskulare. Edhe kjo deri diku është kthyer në një lloj, le të themi, fenomeni që ti më vërtet duhet të jesh e dobët, po trupi duhet të jetë i formuar, i bukur. Pra edhe kur je e dobët nuk është se je mirë, le të themi. Gjukohet, si të jesh edhe mbi pesh. Eriku e tha dhe vetë. Në ana profesionale, unë gjithmonë shoh funksionalitetin e trupit, atë duhet shoh, sepse nëse mund vjen një klient, nuk duhet ta gjykoj se si duket, duhet të mendoj se si ta përmirësoj stilin e jetesës që ka. Do thosha që një person që është i dobët edhe ajo që po përshkruan të Oneda është skinny fat, quhet. Mund t'i ke rëna pesha në mënyrë drastike dhe nuk e formuar muskujt, ndodh. Por normalisht kur ti bie nga pesha, idealja është që të humbasësh vetëm ose më tepër mas djamore. Pa rrezikuar shumë masë muskulare. Në moment që ndodh ajo, ti normalisht që është tonifikimi që ne themi. Faktikisht ti do të jesh tonifikuar, ç'a bën? Përpiqesh të bish nga pesha në mënyrë graduale dhe në mënyrë graduale o të ndërtosh muskulin o të mirëmbajsh atë që ke. Pra, në ana funksionale muskuli duhet, se mi gjitha të mbron dhe kockat, sidomos në moshat më të mëdha. Po edhe nga ana vizuale, por edhe nga ana vizuale po, sepse është më e vështirë të bish komplet nga pesha, të heqësh dhe masën muskulare, të prishësh në thënza dhe masën muskulare, të bish dhe me masën djamore, pastaj ta rindërtosh. Është e vështirë, ndërkohë që ti mund të bësh ti bën të dyja njëkohësisht. Por këtu kemi edhe atë problemi që personat fokusojnë shumë te peshorja, te numri. Ndërkohë që numri është kolektiv, numri tregon sa ujë ka trupi. Ti mund të kesh ngrënë diçka dhe përfshirë çdo gjë. Pra, unë gjithmonë them nëse ti do të shohësh nëse ke përmirësim, shiko si të rinë robat, shiko fotografi, krahaso fotografitë tani. Çdo një muj, shkallët i bën më kollaj, ecën më shpejt, vrapon do të më tepër, më thënë, në palestër je më i fuqishëm, janë shumë faktorë të ndryshëm, edhe ne çfarë bëjmë fokusohemi te një pajisje aty që na. Po pjesa më e madhe e klientëve tu, Erik, le të themi, ose nga ato që ke parë ti në palestrën apo ambientet ku punon, vinë sepse duan të jenë në formë që duken mirë në sytë, për shembull në rastin e meshkujve, në sytë femrave, apo sepse duan të ndjehen mirë me veten. Atëherë duhet të kuptojmë që çdo trajner duhet të kuptojë për çfarë është. Edhe unë kam zgjedhur, jam bërë vite që kam zgjedhur të jem trajner funksional, postural, forcë. Dikur merra bodybuilders, por nuk e bëj dot se shumë impenjative dhe shumë kohë, sepse kanë një regjim shumë strikt. Nëse dalin te klientët e mi janë të gjithë mbi një farmoshe, 35 e sipër, të cilët duan të përmirësojnë stilin e jetesës, të cilët janë të gjithë me punë, shumica janë CEO e tjerë. Edhe nuk kanë kohë të merren me stërviti që të kenë atë trupin e skulpturuar që do 25 vjeçar për shembull. Këta duan që mos i themi Messi,
Sepse kanë meetings të gjata, mos i dhemin supet, mos i dhemin qafa, të rinë drejt, të ecin mirë, të funksionojnë. Fokusit e shëndetje. Edhe unë për shembull kam ndjekur atë, vetëm një rast kam pas një gocë, 14 vjeç që ajo kishte problem obezitetin sepse nuk ndalonte dot së hënguri. Edhe unë para marr kalamaj. Se janë në një impenjën vete, por këtë gocën e mora dhe kjo në 93 kg përfundoi 70, por kjo krijon një rutinë pastaj që po e mban vetë, po tani një vit që kemi lënë, se nuk mund ta maj për jetë. Sigurisht. Edhe ajo kishte probleme vetë besimit e pamja. Pra, sa nuk interesonte të jetë funksionale. Po, se Dhe këtu futemi pastaj tek faza deri diku e depresionit që duke qenë se nuk ndjehen mirë me trupin e tyre, vazhdojnë dhe hanë akoma vetëm nga mërzitja. Argita ti binge eating që kapin çdo gjë për të ndihmuar me stresin, po. Dhe stres. Argita ti një persona të tillë ke në rrjet shoqëror që e vuajnë këtë gjën të ndodhet ty? Jam unë vetë. Okej. Unë kam kaluar një fazë depresionit, tamam depresion, cilën akoma po e luftoj, po e kaloj, dhe një nga shkaqet ka qenë pesha. Normalisht, jo pesha, se tani unë them jam okej me veten time, por të një Argitën e para një viti, e cila u fut në këtë fazën e depresionit, ishte ajo Argita që cila vritej nga fjalët e njerëzve, e cila preki kur dikush i thoshte, ua sa e shëndoshur, ua pavarësisht se njerëzit nuk e dinë që ti këtë shëndetin mund ta kesh marrë nga ilaçet, nga një sëmundje, kupton, mendojnë se njerëzit mendojnë se ti vetëm ha, nuk e dinë problematikat e tua dhe të sulmojnë. Dhe ka qenë një periudhë që realisht më kanë sulmuar, sepse unë kalova në një peshë drastike me fjalë nga 70 vajta direkt në 10, edhe pata një ndryshim shumë të madh për pak kohë. Edhe ishte kështu, sulm gjatë gjithë kohës dhe filloi të më bënte të ndjesh me vete, keq, isha, jo nuk dua të dal, jo nuk dua të bëj asgjë, ndihem keq, çfarë po i bëj vetes time, sa turp më vjen, sa i shumtuar që dukem, vetbesimi në tokë, po kështu një ndjesi që se kisha provuar ndonjëherë dhe pastaj erdhi momenti që Por që sot e ke erëzuar tani. Po, normalisht. Me dole me veten apo kërkove dhe ndihmë? Jo, unë marr ndihmë profesioniste, Okay. akoma, siç thash, unë kam kaluar një fazë depresioni cilën akoma po e luftoj. Jam akoma duke marrë kur, edhe jam më mirë sepse normalisht më kanë ndihmuar. Më kanë ndihmuar bisedat, më kanë ndihmuar njerëzit. Tani jam në atë pikën që realisht nuk më intereson më se çfarë thonë njerëzit. Pra ti po thoje që e kaloje këtë fazë depresionit duke ngrënë. Pra stresin ti e kaloje duke ngrënë, kjo ka qenë. Është deri diku. stress eating, po. Gjithmonë. Edhe kur dëgjoj historinë tënde, Argit, thua me vete se sa shumë pesh ka një fjalë pa vende thënë nga dikush tjetër, një vështrim ndonjëherë. Që dikush edhe mund të shofi kështu dhe të bëjë një dhe ti prekesh, dhe jo okej, çfarë ka që nuk shkon me mua. Shumë kujdes. Erik, a priren meshkujt në këtë rast të shohin vajzat me sy tjetër kur janë fit, kur janë të bukura, apo kur janë pak mbi peshë, sepse flasë edhe nga eksperimentet sociale, meshkujt priren të ndihmojnë, t'i mbajnë çantën apo valixhen një vajze të bukur dhe një vajze që është pak e kolme refuzojmë. Flasim nga video që janë virale. Që i bëjnë disa teste. Janë teste. Këtë nuk e thash nga vetja, po nga eksperimente sociale. Si funksionon? Pak të netën e realitetin ton shqiptar. A janë djemt shqiptar pak të marrosur pas formave? Do të them që kam përjetuar në Itali, Okej. sepse nuk kam 2 vjet që jetoj në Shqipëri, kështu që jam check-out. Në Itali është e theksuar që personat të merren me servitje sepse është një si lloj pasaporte ti je. Gjithë italianët janë fit me të drejtën dhe pse kanë vetëm pasta dhe Në tiramisu. Itali është një lloj pasaporte ti je i pashëm, sepse edhe kultura ka ngritur atë standardin e bukurisë. Italia ka standardin e bukurisë në përballje. Jo, e kam tendencë që isha hajnë pasta gjithë ditën dhe nuk shëndoshën. Tani futemi te pjesa kalorike, mos futemi te pjesa. Do kam me profesorat, do të thënë. Dilem jashtë person. Por do të thënë që unë vetë si mashkull, kam qenë më i vogël, adoleshent, kam bë gabimet e mia dhe unë kam gjykuar gjithmonë pamjen. Sepse normal, kur je adoleshent do gjykosh pamjen, sepse pamja do të tërheqë. Sigurisht. Për vetë isha keq, gjykoja të tjerët. Edhe dal aty. Por diçka që kam kuptuar është që në momentin që ne e fokusojmë gjithë shikimin ton ose gjithë krijojmë një ide për një person për pamjen, në Itali kjo funksionon për të hapur vende pune, për të patur një relat më të mirë, domethënë aty funksionon. Pra, përdoret si pamja armë. fizike Si fillim, po. Por, unë besoj, përveç problemi është që ndodhë sidomos tani në kohët e fundit me social media,
që në egzageru, pamja femrës për shumë, është egzageru, janë ca format të cilat... Me Photoshop përësisht. Photoshop po, sepse kam shumë persona dhe ju, njifni me siguri që si që në Instagram live, thunë kush je ti. Ore edhe veti kurojmë qik fotos. Unë them të drejtën, kape më tepër tek ato që kanë impakt shumë të madh në shoqëri. Pra kur ti krijon një pamje perfekte, që nuk mund të quhet perfekte, sepse çdo kush nuk ka të njëjtin trup. Do të thënë, ti që promovon një trup, nuk e ke njësoj me dikë tjetër që po të shef në shtëpia. Pra nuk mund të kemi një standard bukurie për të gjithë. Çdo kush ka bukurinë vetë, mendoj unë. Në ka fizionominë e trupit të tij. Absolutisht. Edhe problemat pastaj edhe problematikat e trupit, dikush mund bie nga pesha më shpejt, dikush nuk bie dot, këto punë etj. Arrim të një fenomen që tani nuk është më okay hapet dera e parë e pastaj mësoj personin. Tani është, je i bukur, ose i ka ato dhëmët e rregullta, ose ke. Ose bësh. Tu të gjykojnë dhëmbët, të gjykojnë vetë. Dikur të gjykonin vetëm çik format e trupit, tani të gjykojnë flokët, vetëllët, buzën. Edhe habiten pse gjithmonë femrat janë ato që duhet të goditen me këto fenomene. Sepse për meshkujt, çka ke, s'ka gjë. Ke shumë pak. Burri ka lezet, ton pak Si është mesazhi që duhet t'japim sot? Pra, a duhet ndjen njerëzit okay me format që kanë? Po se zgjata, më fal. Apo duhet të bëjnë një lloj ndryshimi në jetën e tyre për shkak të duhet kemi një dallim, duhet të kuptojmë kur na bullizojnë, edhe kur na bëjnë body shaming dhe kur na kritikojnë. Sepse kritika, kur ti je ekstrem, edhe unë si trajner do të kritikojnë, nëse ti për shembull nuk bën gjëra siç duhen. Ke shtuar pesh, por kjo është sepse të rrezikon ty të funksionosh dhe të rrezikon shëndetin. Është detyra jote të ta them në mënyrën e dur profesionale ose edhe një familjar mund të ta thotë që shive, kjo gjë po të bën keq. Por tjetër gjë të thosh të bën keq, e tjetër gjë të thosh dukesh keq. Okej. Dalim me pak vetë Oneda, sa i përket deri diku edhe rivalitetit në thonjza që ne vajzat kemi me njëra tjetrën. Kush e ka trupin më të bukur? Ti sa e ndjen, sa e ke parë këtë gjën rreth e përqark? Qoftë edhe tek vajzat që mbase le të themi mund të kenë tashmë një lloj zilie për ty, sepse ti e ke treguar transformimin tënd gradualisht, sot ke arritur qëllimet e tua, po ato që nuk e kanë bërë dot deri diku, dashje pa dashje e shprehin atë zilin dhe me ndonjë koment negativ për ty. Ti e ndjen këtë gjën, e sheh? Sigurisht. Të them të drejtën, të jemi sinqert, deri më sot nuk është se kam hasur ndonjë koment negativ. Të thash të paktën të drejtë për drejtë, pastaj negative, ne themi nga zilia. Po, nga zilia pra. Përkundrazi më kanë komplimentuar shumë, sidomos edhe njerëzit edhe vajzat që më kanë parë në palestër dhe të them kanë qenë shoqëruese të rrugtimit tim, më kanë komplimentuar gjithmonë, çdo ditë, çdo muaj, sa herë që shihnin një ndryshim tek unë, po ka patur edhe nga ato sa harrova ta shtoj edhe pak më parë që duke ditur se kanë dalur shumë metoda tani të thjeshta dhe të shkurtra për të humbur pesh, kanë patur edhe komente të tipit që mos ke përdorur ndonjë Ozempik. Por që unë atë periudhë kam qenë me gjithdhënie, përveç kësaj të një person shumë frikacak, edhe absolutisht që nuk marr edhe këto pjesët e vitaminave që më kanë thënë që janë venoze, absolutisht as ato nuk i marr, nuk shkoj për t'i bërë kështu, por që unë kam treguar rrugtimin tim. Komentet e tipit je dobësuar shumë, nuk të shkon. I ke marr? E kam patur vjet. Duke qenë se kisha humbur peshën dhe nuk kisha krijuar atë masë muskulare, se normalisht trupi im kishte pësuar një traumë, duke qenë se unë jam edhe trup i vogël, nga 50 kg që isha para shtatzanis, plus 40, më krijuan dhe trauma përveç pamjes fizike, po edhe shëndetësore, më krijuan probleme në gjurin, probleme në shtyllën kurrizore, përveç faktit që kam bërë dhe lindje cezariane. Por që e kam pas marrë vetë, më bën një vjet të tilla komente, por që nuk është se më bën të shumë përshtypje. Sepse thashë, kisha fokusin gjithmonë tek objektivi që kisha, qëllimin që doja të arrija. Po tani ka nga dhe ja kam arritur. Po, e ke arritur patjetër. A ka nga ato njerëz që thonë, Oned, që ke bërë këto muskuj, se nuk janë për gocat muskuj, ngjan si burr. Ashtu. Po, eksakt. Po i marrë tani të them drejtën, tek pjesa duke qenë se unë jam pak se ka të bëjë dhe me gjenetikën, duke qenë se unë jam pak më e formuar, nuk kam body fat, jam më e tharë tek pjesa lartë, se sa tek pjesa poshtë, se varet nga konstrukti dhe gjenetika e njeriu, por që kam marrë komente të tilla që mos bëj më lartë se je në limitin e burrit. Ekspertët e lagjës. Unë them se, më dukem shumë mirë, se çka kam. Erik, si mendon ti, duhet bëj më lart? Normal që duhet bësh lart. Bravo që bën lart. Në faktat që e thot me krenari, duhet, absolutisht. Ka vajza që e lënë. Erik, e di si më duket ndonjëherë
herë, sikur edhe ju trajnerët personal që keni format perfekte, prap nuk jeni larg presionit shoqëror jo të trupit tuaj në këtë rast, patjetër që ju krahasojnë me trajnerët e tjerë, po kam përshtypjen keni presion më të madh social sa i përket edhe partnerëve që zgjidhni, motrës, mamit, babit në shtëpi, pra thonë, ky super trajner e ka gruan mbi peshë, e ka motrën mbi peshë, ti nuk rregullon, të ka ndodhur? Atere, ta them kështu me mënyrë shumë më të thjeshtë, gruaja ime kur ngeli shtatë zanë ishte 2 dhome kuzhinë. Sprite një bar kaq i madh, domethënë. Goca ime kishte një vilë personale. Edhe Anisa ka qenë një person shumë aktiv, merrej me sport. Ka pas dhe periudha që shkonte edhe Përshëndesim Anisën se na ka bërë mungesa se kishim gjatë. ka qenë edhe një person që servite edhe 2 herë në ditë kur ka qenë më e fiksuar. Por unë gjithmonë i kam thënë, edhe kemi diskutuar pas lindjes, kam thënë, çfarë do për trupin tënd? Sepse je mama, ke lind një foshnjë. Edhe ram dakord që është më e rëndësishme është bebi një i rëndësishëm. të fokusohet te bebi. Edhe tham pas vitit parë. Ai bëte hapat e saj, domethënë ranga peshë normalisht, sepse iku pesha e lindjes etj etj. Pastaj pas vitit parë Anisa pati një periudhë që u servitëm bashkë. Kisha edhe fotot atëherë, erdhi në formë brenda 2 muajsh. Erdhi vërtet në formë sepse bëri regji strikte, ecte, vraponte, çdo gjë siç duhej. Pastaj kuptoj që stresi i mamas nuk ja lejonte të ketë atë lifestyle dhe zgjodhi të jetë më të rregjur. Tani sepse nuk ka muskujt e barkut. Nuk më intereson. E kam pyetur, jam mirë me veten? Po. Vetëm ato ushtrimet e forcës që duhet bëj që vazhdonte. Jo, flasë sulmojnë ty për këtë gjë. Du me dalë të pjesa që jo, du me thënë që pak rukëtimin e saj që dalin pasaj. Çifti ideal, të dy të palestruar, të Po, dy shumir. dolë me këtu. Edhe vetëm kur i vinë pas 1 muaj para koment Anisës, edhe mua, ti e ke burrin që promovon dopsin e tjere, edhe ti e kështu. Pra punës si jam unë. Unë marrë qik vrullë, isha duhe shkujt Anisa, më tha lërë ratë, sepse njerëzit kanë gjithmonë për të thënë. Edhe më vjeni natë pëse ti duhet të gjykosh dikë sepse nuk duket perfekt në sytë e tu, dhe unë kur hap fotën ati personi, është kuthre qameti. Pra me tregu me gisht, jeni gjithë fantastike, dhe thash me vete, hajde ti, lind një fëmi, ktheu direkt në stërvitje, bë që ke për të bë, dhe pasaj edhe ma gjyko gruan. Ta janë, gjithë ata që komentojnë. Edhe gjithmonë du të them, kur gratë janë shtatzanë dhe kanë lindur, merrni me fëmin, edhe trupin lejni për një farë momenti në vënd të ty, sepse do i vi koha. Prandaj po them që as ju në këtë rast nuk i shpëtoni presionit social. Duhet mbyllim një sy. Ju penalizon në punë? Jo, më personalisht jo, sepse mu klientët e mi kanë në rezultat, pasaporta ime është klienti im. Puna të fletë. Po, është klienti im. Nuk është klienti im gruaja ime. Gruaja ime ka punë e vetë, merret me kafën. Që rehat, më është më rregull. Jeni shumë që ke shumë lumë të për këtë. Realisht unë e kënë janë super chill, do më thënë kiqë të shumë. Faleminderit shumë. Marshallah. Keni energji shumë pozitive Ergita, të të një mesazh diçka që mund t'ja japësh dhe për publikun dhe për vajzat që deri diku mund të jenë duke kaluar dhe të fasë që ti po kalon në këtë kohë. Thjesht duhet të ndihen rahat me veten. Nuk ka rëndësi më se çfarë thonë njerëzit. Për aq kohë sa ti ndihesh shëndetshëm dhe ti ndihesh rahat dhe ti je okay me atë çka je, fjalët e njerëzve nuk duhen marrë më parasysh. Sigurisht, po. Sinqerisht, njerëzit të lëndojnë me fjalët që thonë, disa e thonë me takt, disa e thonë pa takt, por rëndësi ka që të shohësh veten. Mos të arrish në pikën që të biesh poshtë edhe pasaj të mos kesh më fuqi për të ngritur. Ergit, ti the diçka shumë të rëndësishme në gjithë retorikën tënde, jo vetëm të mesazhe që përcolle, po dhe të fakti që the në momentin që ti pate një problem që nuk po e zgjidhe dot me ankthin, depresionin për shkak të peshës apo dhe faktorëve të tjerë, u drejtove te profesionistët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që ju vetë nuk e shihni dot që po ja dilni, patjetër nuk është asnjëherë turp të kërkosh ndihmë të profesionistëve, dhe sidomos adoleshentët. Në këtë rast e kanë përshtypjen siç e thamë, është domosdoshmëri, po dhe është ChatGPT-ja. Nuk pyetet çfarë. Kështu që ky ishte mesazhi më i rëndësishëm. Faleminderit shumë që ishit të tre, që ndan mesazhe kaq të forta. Oneda, shumë faleminderit. Për ne është më kënaqësi të kemi. Dhe pushime sa më të mbara, se kam përshtypjen të pushimet e 20-a për ty deri tani, se vetëm po udhton këto kohë me çka kam parë në Instagram. Deri diku. Deri diku dhe palestra nuk lihet pas në çdo vend që ti ke shkuar. Po shijoj çik haj çik pushim të mirë. Do gjymoj hotelet,
që kanë palestër në SSB. Nuk bëhet një ditë pushim. Ka stiljetesa të tani, nuk e Sa lëdo. mirë, bravo. Mjafton që ti të ndihesh mirë dhe ta shijosh. Të përshëndesim, pushime të mbara. Pafshim, faleminderit. Pafshim, ciao. Faleminderit shumë edhe ty Argite. Faleminderit shumë për ftesën. Erik, ti Shumë bën palestër gjatë verës, gjatë pushimeve. Bëj, reduktoj, në vend që të bëj 4, bëj 3. Se rrim në me këta njerëz. Kur ti kesh në pushime, e ke zgjedhur hotelin me palestër apo jo? Kam zgjedhur një hotel që është malore. Themi në ishull. Që palestër. Janë dhe ca shkallta i ishull për shkuar të i plazh. Se jemi zëmbjet me tirin për atë. E gremni, po. E për ballon. Hallin Anisës kam këtë rast se do ta marrë Jo, Anisa e shkretë për ballë dhe mu dhe gocën. Faleminderit shumë dhe një herë. Mirë, erdhëm në fund. Po, e premte edhe për ne, o zot. Pushime nuk do bëjmë, po 2 ditë paktën do të relaksohemi për ta prapë. Pushime janë, edhe 2 ditë pushime janë. Presim atë burstin e shkret, atë po Për presim. vojë është ajo. Për vojë, është fundjavë sa më të bukur. Shihemi të Ta mirë bashkë pas pak e gjithmonë. sallata Mos verore harroni të bashkë. mirës, po. Fundjavë të bukur, paçi.